Futbollistët e Kombëtares në përplasje epike me Kozakun. Videoja që po thyen rrjetin. Një video e çmendur po qarkullon me shpejtësi në rrjetet sociale, ku protagonist janë dy nga futbollistët më të njohur të Kombëtares shqiptare, Yasir Hasani dhe Ylber Ramadani, të cilët shfaqen në një përplasje epike me tiktokerin Kozak Braçi. Por qetësohuni. Gjithçka është bërë në kuadër të një shakaje virale, së bashku me një tjetër personazh të rrjetit, të njohur si Greca, i cili shpesh thumbon Kozakun me batuta dhe karshillëqe. Në video, Greca i drejtohet Kozakut me fjalët: "O Kozi, e pe Shqipëri, Serbi, me këta të dy do të therr." Ndërsa Hasani ndërhyn direkt me një batutë që ndezi rrjetin: "Kozi, ke marrë fund." Reagimet kanë qenë të menjëhershme. Disa u shkrihen se qeshuri, të tjerë fillimisht e morën seriozisht, derisa u sqarua se bëhej fjalë për humor me smiq, në stilin tipik të videove virale që dominojnë TikTokun shqiptar. Kjo video tregon edhe një herë se yjet e Kombëtares janë të lidhur ngushtë me publikun, jo vetëm në fushë, por edhe në rrjetet sociale, duke u bërë pjesë e trendeve dhe batutave që bëjnë namin.